Atëherë, hapi i radhës i këtij simpoziumi shkencor do të jetë paneli i diskutimit edhe i reflektimit, i moderuar nga hoxhi i nderuar Nehat Efendi Ismaili, ku në prani do të jenë panelistët, gjithsesi ligjëruesit, krerët e bashkësive islame të trojave am dhe gjithashtu reprezentuesit e bashkësive islame të diasporës shqiptare. Fjala është e juaj, moderator. Faleminderit. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Nderuar pjesëmarrës, të nderuar panelist, nderuar krerë më të lartë të bashkësive islame të vendlinjës dhe diasporës, i nderuar kryetari i KMSH-s. Fillimisht dëshiroj që t'ju falenderoj për kontributin, për angazhimin, për përpjekjen tuaj që ky simpozium të arrijë në stadin e fundit, një simpozium që besojmë që do të jetë i shumë i rëndësishëm për ecurinë e mëtejshme të zhvillimit të idesë për Zotin, për kombin, për fenë dhe integrimin. Kjo sallë, për koincidencë, dëshiroj që të nënvizoj një fakt të rëndësishëm në vitin 2012 në kuadër të Unionit të Imamëve Shqiptar të Zvicrës, në kujdesin e atëshëm të kryetarit të Unionit, zoti Rehan Eziri, është shënuar në mënyrë solemne në të një simpozium po ashtu shkencor, një manifestim që shënon të 100 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së shtetit shqiptar, dhe nuk është kjo diçka e re, po koincidencë është që sot në këtë sallë. Nderuar pjesëmarrës, sot kemi privilegjen që të jemi dëshmitar të një panel diskutimi ku krerët dhe drejtuesit më të lartë të institucioneve islame të vendlinjës dhe diasporës janë mbledhur për ndarë vizionin e tyre. Ky panel është një urë që lidh realitetin me të ardhmen, vendlinjën me mërgatën dhe fenë me shoqërinë bashkëkohore në kontekste që ne jetojmë dhe zhvillojmë idenë për Zotin dhe për kombin. Me derë të veçantë dëshiroj që të përshëndes një herë kryetarët e Bashkësive Islame, kryetarin e komunitetit musliman shqiptar në Zvicër Hafiz Mazalia, kryetarin e Bashkisë Islame Fetare Republikën e Maqedonisë së Veriut, Reisul Ulema Hafiz Sheqer Fetahu, kryetarin e komunitetit musliman shqiptar zoti Bojar Smahiu, sekretarin i përgjithshëm të Bashkisë Islame Republikën e Kosovës zoti Ahmed Sadriu, kryetarin e Bashkisë Islame Shqiptare të Austrisë zoti Vahidin Behluli, profesorin e lartë të Bashkisë Islame Shqiptare të Gjermanisë zoti Abdul Rahim Lesin dhe kryetarin e Bashkisë Fetare Islame të Italisë doktor Reshad Ibishi. Selamu alaikum, paqja qoftë mbi ju, ju falenderoj për gatishmërinë që të qëndroni me ne në pjesën më të rëndësishme të quajt të këtij simpoziumi, ku do të mundohemi të nxjerrim idetë dhe vizionin për të ardhmen në kuadër të asaj i cili është diskutuar nga panelistët, të cilët mes tjerash kanë ngritur edhe si shqetësime, por si ide dhe vizion për të ardhmen. Kështu që sot jemi këtu jo vetëm për të thënë fjalën, por për të qëndruar besnik asaj se duhet të ndërtojmë një vizion. Ishin kombëtesa shumë të rëndësishme të cilat trajtojnë rolin e xhamive shqiptare në Mërgat në shërbim të kombit, fesë dhe integrimit, dhe ju pas se si me shumë patos dhe dinjitet u prekën shumë tema, në të 15 kombëtesa të cilat ishin në funksion të kësaj. Unë do të filloj panelin diskutimit dhe natyrisht sa për ta fut në thot bisedën në marginë, në shinët të saj të sakta, edhe ju do të keni dashur në të prezantues prezent që jeni sot në këtë event shkencor që të parashtoni pyetjet tuaja. Po e filloj me një pyetje që kemi ndarë mbi bazën e ta quaj asaj që është ligjëru xhamia në shërbim të kombit, të fesë dhe të integrimit. Edhe pyetjet do shkojnë në këtë mënyrë. Pyetja po cili është roli historik i xhamive shqiptare në Mërgat për ruajtjen e identitetit kombëtar, të cilët janë modelet më praktike të cilët mund dhe duhet të ndjekin. Pyetja është për kryetarin e komunitetit musliman shqiptar të zoti Nehat Ismaili, i cili është edhe organizator i këtij simpoziumi shkencor. Valon, do të kalosh mikrofonin. Faleminderit shumë. Më duket se në fund vërtet ka dalë një simpozium shumë i bukur, mesazhe shumë të mira, me kombëtesa shumë të mira, me qasje praktike edhe nga dija, por edhe nga përvoja. Fakti që ne organizojmë me rastin e festave të nëntorit këtë simpozium dhe aktivitetet e tjera që i kemi organizuar në vitet e kaluara, tregon se sa e duam pra kombin, atveun, dhe sa duam që xhamitë tona të kontribuojnë edhe më të tjerë në këtë drejtim, në ruajtjen e vlerave kombëtare
dhe shqiptare. Gati të gjitha xhamijat, sidomos në kohën e fundit, me të vërtet po shfaqin flajera, po shfaqin figura, aktivitete kombëtare dhe duke shënuar 17 shkurtin, festën e pavarësisë së Kosovës, 22 nëntorin, ditën e alfabetit shqip, edhe 28 nëntorin, ditën festën kombëtare ose të flamurit. Mendoj se ne duhet t'i ruajmë këto vlera më tutje. Një problem që e kemi si sfidë në xhamit tona është gjenerata e vjetër dhe gjenerata e re. Gjenerata e vjetër e cila flet kryesisht shqip, ndërsa gjenerata e re e cila flet kryesisht gjermanisht. Jo vetëm që flasin gjermanisht, por edhe mendojnë gjermanisht. Edhe kur flasin shqip, ata mendojnë gjermanisht. Dhe frika dhe shqetësimi apo sfida më e madhe e jona është se si këta të ri të mos ndjehen të tohësuar në xhamit tona. Dhe duke i promovuar vlerat, duke organizuar programe dhe aktivitete për ruajtjen e gjuhës, duke mbështetur aktivitetet shkolla shqipe, shpresojmë që gjenerata e re ta ruajë gjuhën shqipe. Duke ruajtur gjuhën shqipe, duke ruajtur këto vlera, ne do ta ruajmë edhe islamin ton ose traditën tonë islame shqiptare, që është e bukur, që është admiruar në këtë vend edhe që besoj se është shumë e shëndetshme. Faleminderit, do të vazhdojmë me Vahidin Behlulin. Si ka ndryshuar roli i xhamive në organet e katërt e fundit, nga ajo që ta ndërhidhë bisedën, diskutimin, kryetari i KMSZ-s të kaluarën para 30 viteve xhamit i kemi gjetë me disa organizime paksa më të reduktuara, me theks të veçantë elementet kombëtare nuk janë shfaq, duhet qemi vetë kritik, dhe dykon 2 dekadat e fundit i shohmi këto trende që janë pozitive, të domosdoshme, shumë të rëndësishme dhe etike, që qënohen krahas aktiviteteve fetare edhe aktivitete kombëtare, me theks veçantë datat e pavarësisë së shtetit shqiptar, të pavarësisë së Kosovës, dita e mësuesit, alfabeti, kështu me radhë. Mendoni që kjo duhet vazhdojë dhe si e shqipe të ardhmen funksionin dhe rolin e xhamive, nga ajo që ishte në të kaluarën. Po unë mendoj se është domosdoshmëri, domethënë fillimisht ka qenë domosdoshmëri falja e namazeve, sepse më shumë kanë qenë babalart këtu dhe nuk janë pas fëmijë, familjet, por tash është domosdoshmëri dhe unë personalisht kam bë apel tek të gjithë imamët, sepse ne duhet çështjen kombëtare ta e tematizojmë në për xhamit tona, sepse mendoj është e vetmja rrugë për ta ruajtur kulturën tonë, sepse nëse ne pretendojmë vetëm për me u falë në xhami, ne kemi shumë shqiptarë të cilët nuk frekuentojnë në namazë. Mirë, po në këto manifestimet jashtë objekteve të xhamis, po edhe brenda në përsallat e xhamis, pra frekuentimi ndoshta është më i madh prej atyre cilët nuk falin namaz se sa nga ata që falin. Prandaj është e domosdoshme dhe ne në Austri do të mundohemi në këtë aspekt dhe mendoj se duhet edhe të punojmë në aspekt më profesionalisht, ndoshta edhe bashkarisht, si ide që të bëhet një manifestim qendror, një vit në Zvicër, një vit në Austri, të më thonë që në një farë forme të vetëdijsohemi edhe ne dhe ta kuptojnë edhe të tjerët se ne punojmë, sepse u përmend se xhamit kanë dhënë shumë kontribut, mirë po ka përpjekje për me na minimizuar. Unë e kam thënë shumë herë, do të thonë është e vetmja xhamia ajo që është duke i ruajtur vlerat. Prandaj mendoj se është çështje imediate që ne duhet ta intensifikojmë aktivitetet tjera jashtë atyre që janë, do të thonë, tradicionale të xhamisë. Edhe pika e dytë u përmend edhe nga këto se xhamit duhet të jetë atëherë kur askush nuk e shiqon me sy të shtremët. Do të thonë që edhe fqinjet, edhe vendalit, edhe institucionet, kur të vinë aty të ndihen rahat dhe të gëzuar që ka një aktivitet të tillë. Faleminderit, është një pyetje edhe për kryetarin e Bashkisë Islame nga ligjërata të cilën e nxjerrë doktor Besim Nuzi dhe ligjeroi për rolin dhe kontributin e vamit në ruajtjen e identitetit kombëtar të muslimanëve shqiptar të Shqipërisë. Me theks të veçantë doktori potencoi që ka specifika dalluese nga muslimanët shqiptar të Shqipërisë që jetojnë në Itali dhe muslimanët të cilët vijnë nga, për shembull, hapësira gjeografike Kosovë, Maqedonia. Doktor, cilat janë sfidat me cilat përballet bashkia islame fetare e Italisë
dhe vami me çështjen e xhamive dhe ta quaj një ndërtimi ure të komunikimi për harmonizimin e aktiviteteve në të ardhmen. Faleminderit shumë. Së pari jep urime dhe kurajo gjithë panelistëve të cilët ishin sot në këtë event dhe këtë simpozium, po ashtu edhe ju si organizator, zoti ju shpërbleft në krye me kryetarin, me Asif Endiun. Si zakonisht edhe Bashkia Islame si unionet tjera i ka sfidat e veta, e sidomos Italia është pjesa e fundit, themi, prej mërgjimtarëve shqiptarë të cilët janë transferuar prej vendlindjes në Itali. Nga numri ku e foli panelisti, dhe më thonë Besim Nuzi, doktori, i përmendi se numri shqiptarëve në Itali është megjithatë i madh dhe ka sfidat e shumta dhe është një sfidë e ndrimit të gjeneratave, edhe sistemit ku kanë jetu dhe si kanë jetu. Pra numri shqiptarëve nga Shqipëria kalon 1.200.000, ndërsa vetëm musliman janë 800.000, vetëm shqiptar, duke pas parasysh se numri i madh i tyre kanë marrë shtesinë italiane dhe janë largu prej statit apo llogaritjes shtetërore. Nga Maqedonia kemi numrin 158.000 banorë mërgjimtarë të cilët janë transferuar nga Maqedonia, 78.000 parafisisht janë nga Kosova, por çdo vit zvogëlohet për shkak se numri i tyre e marrin shtesinë, por fatkeqësisht, themi të drejtën, numri më i vogël prej atyre numri më të madh, qendrat tona shqiptare i kanë kriju dhe i kanë ndërtuar, domethënë komuniteti shqiptar nga Maqedonia. Nga 33 qendrat e cilat i kemi të antarësuar në Bashkinë Islame të Italisë, i kemi 32 janë në komunitetin shqiptar, por në Bashkinë Islame janë të Maqedonisë, vetëm një është e Firencës nga Kosova. Ndërsa nga forumi apo UAMI, i cila është organizat nga ana e tjetër cilët organizohet nga vëllezërit tanë nga Shqipëria, ati kanë 5 qendra, por prej tyre janë 3 të Maqedonisë, vetëm 2 nga Shqipëria. U fol pak më parë në panel, do të thotë që është një iniciativa për hapjen e xhamisë në Parma nga komuniteti musliman shqiptar, të cilën e përshëndesmi shumë këtë aktivitet si unifikim. Por ky aktivitet i cili është i radhës do të mendohet që të bashkangjitet në aktivitetin e Bashkisë Islame të Italisë, sepse ne jemi një komp e një fe, sepse mos mendohet të bëhet paralelizëm të një aktiviteti tjetër, sepse ne i kemi në Itali 33 plus 5 edhe një 8 që janë duke o hapur kohët fundit, për shkak se xhamiat në Evropë dim në gjithë, si janë nisur me fal Bajramët apo Ramazanët, pastaj janë pronsu. Kështu që edhe 8 xhamie tjerë janë në formim me sipër. Për atë sfidat cilët i kemi ne atje, është sfida e migrimit të dytë të banorëve tonë, domethënë të mërgjimtarëve. Ato që kanë ardhur prej Maqedonie, Kosovë, Shqipërie, i kanë marrë shtesinë dhe tash janë transferuar shumica në Zvicër dhe në Gjermani. Por alhamdulillah, një gëzim i madh për ne është se shqiptarët nga Shqipëria janë zgjuar. Edhe alhamdulillah e kanë pranuar Islamin me të kuptimin e plotë, janë praktikant fesë, kanë nis fe, të hyjnë fe dhe shpresoj se numri i madh do të jetë në të ardhmen të cilët janë aktivistë nga Shqipëria. Pa dallim, xhamiet e tona janë të mbushura, më thonë çdo qendër i ka nga 200 antar, edhe disa për tyre janë pronsu i kemi ble. Nismotiv e para xhami në Itali është xhamia ku jam unë ati si imam, prese në xhamia i kemi hapur të më thonë 18 xhamia, që më bësë sebeb me statusin tonë. Këtë status i kemi shfryzu në atë kohë zbashku me kryetarin Ri Suleman Sheqer Efendi Fetaun, reisin tonë, në cili vërtet zbashku me reiset e mëhershëm, në më thonë me kryetarin mëhershëm, kanë qenë krau i gjatë në Itali. Edhe ardhe ime në Itali ka qenë në atë kohë ku s'është dita si qendër. Dhe ka qenë sfide e njohjeve të qendrave ku janë. 2008-ën, kur jam përcaktuar për me shku në këtë vend, lufta më e madhe jeme ka qenë luftë për qujmë, thojza, angazhimi jem ka qenë me njohë njerëzit ku gjindën. Pastaj janë hapë xhamia
të cilët tash kanë imamat rregull Ancona, Forli, Firenze, Grosseto, janë hapë në Teramo, pastaj janë hapë L'Aquila, domethënë në qytete tjera, Rimini, të cilët jemi bërë sebeb ne me statuset tona, e cila ka qenë një dhuratë e madhe që angazhimi i komunitetit tonë, apo Bashkisë Islame Fetare Islame të Maqedonisë së Veriut, edhe kontributin në atë kohë kur është dashur, por prap apelojmë, domethënë bashkërisht, që Bashkia Islame e Kosovës edhe e Shqipërisë të jemi të gjithë bashkë me një vijë që Italinë ta furnizojmë edhe ta ndihmojmë bashkërisht, sepse ka nevojë Italia për dhammin, apo më thonë garancë edhe për krahjen e jupë. Faleminderit. Dhe shpërblet. Doktor Reshat, edhe prandaj është edhe ky panel diskutimi me krerët më të lartë të Bashkisë Islame të vendlinjës dhe diasporës, në mënyrë që të adresojmë problemet në derën e duhur dhe adresën e saktë. Dhe ajo që është u pëtëcuar nga doktor Besimuzi ishte për kontributin e trive dhe mërgjimtarve intelektuale të cilët kanë investuar në ruajtjen, ngriqjen e vedisë atyre trive që kanë bërë punë përpjekje dhe puna juaj si drejtuesi i Bashkisë Islame në ngriqjen e institucioneve dhe kjo që njëra tjetrën nuk e përjashtojnë e ndihmojnë. Edhe në Zvicër kanë funksionuar për arsye organizative dy bashki islame deri në vitin 2019, po desha Allahu Azza wa Jall vullnetin e mirë të kryetarit të kryesisë së KMSH-s anën tjetër të Fehima Bazit, kështu që ne funksionojmë në një ombrellë dhe kështu që e kam pasit arsye organizative dhe më shumë. Është një pyetje për kryetarin e Bashkisë Islame në Republikën e Maqedonisë, është mirë sa tua kaloni mikrofonin thotë, është një pyetje për shembull si mund të kontribojnë bashkësitë islame të vendlinjës në forcimin e unitetit kombëtar mes shqiptarëve të shpërndarë në Evropë. Bismillahirrahmanirrahim. Isha sot prezent këtu dhe ju përgjigja thirrjes KMSH-s në krye me kryetarin, zotëri me Hasefendi Alin, që me prezencën time fizike, bashkë me dekanin e fakultetit, drejtorin e medresesi Sabeu, drejtorin e diasporës, sa do pak të tregojmë vullnetin ton të paluhatshëm, përgjegjësinë ton si Bashki Islame e vendlindjes, të jemi bashkë me qëllim që bashkëdhetarët tanë, këtu në Zvicër dhe kudo në Europë, të jenë të bindur se Bashkia Islame e Maqedonisë pa ndërprerë është e lidhur shpirtërisht me vëllezërit tanë, me bashkëdhetarët tanë, me shqiptarët në përgjithësi, sepse unë e di se ju këtu jetoni dhe veproni, por mallin për atë dhe nga vini e keni ndoshta më të madh se sa shijen e jetës suaj këtu në Zvicër dhe Perëndim. Mire bëna që erdha, sepse tash mu dha një guxim, mu dha një besim, mu dha një bindje shumë e madhe, se këtu bashkëdhetarët tanë, me kryesinë e tyre, me xhamitë e tyre, me barsit e Islamit në përgjithësi, nuk janë thjesht besimtar që realizojnë traditën e tyre fetare dhe kombëtare, por kanë arritur nivel të lartë të organizimit, në atë piedestal, se që organizim edhe në sferën shkencore, të quajtur simpozium apo
konferencë shkencore fetare. Në veçanti simpozium që breng kryesore ka edhe ajo që është shumë e rëndësi, mbrojtja e identitetit ton kombëtar. E them dhe kam thënë, çështja e besimit nuk është problem shumë. Besimi nuk asimilohet. Nuk është çështje fizike dhe biologjike. Është çështje e shpirtit. Shpirti nuk njeh bariera, nuk njeh kufi, nuk njeh sfida. Dhe besimi ekziston fuqishëm në çfarë do tradite apo në çfarë do gjuhë. Ndërsa çështja kombëtare, baza e identitetit kombëtar është kultivimi i gjuhës amtare, nëse mund t'i themi. Mbani mend, e di se mund ta keni vështirë, po është mirë të kemi kujdes bashkarisht. Kudo që jetojmë dhe kudo që veprojmë, maksimalisht japim kontributin ton në mbrojtjen e gjeneratave të reja, që të mos e harrojnë gjuhën, në mos e harrojnë përkatësinë e tyre kombëtare. Sepse, po që se ne nuk e njohim veten tonë, s'kemi çka presim që na njeh dikush tjetër. E dytë, sa do që ta asimilohemi, përsëri të tjerët do të na njohin ashtu siç kemi qenë. Nuk do të na pranojnë pa marrë parasysh çfarë asimilimit total të bëjmë. Përsëri ti je i tjetërsuar. Andaj nëse duhet të jemi dinjitos, nëse duhet të kontribojmë për këtë shtet dhe shoqëri, vërtet duhet me vlerat tona që i kemi dhe të tregojmë profesionalizëm, maturi, mençuri. Bashkia Fetare Islame në Republikën e Maqedonisë është pa ndërprerë në komunikim, me vizita të ndryshme, konform programeve të unioneve shqiptare në Europë, në veçanti me KMSH-n, me qëllim që t'ju tregojmë se jemi të gatshëm, të jemi në shërbim të juajin aty ku e sheh nevoja, aty ku mendoni se mund të kontribojmë. A ne do të kontribojmë atë që pyeti, i nderuar i udhëheqës, ne do të kontribojmë, sepse ju keni kontribuar dhe kontriboni për vendlindjen tuaj. Përveç organizimit tuaj që bëni, ju pa fije dileme kontriboni edhe për vendlindjen tuaj në veçanti në organizimin e jetës fetare islame në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Unë nuk dua t'ju informoj, por ju them të gjithë juve, se Bashkia Fetare Islame mund të them, është e vetmja organizat, institucion, i cili vepron fuqishëm në shoqëri, i vetmi që lëviz edhe fizikisht, edhe shpirtnisht, po edhe financiarisht në mënyrë shumë komode. Falë besimtarve tanë kudo në Evropë, botë dhe në vendlindje. Marë parasysh, pse këtë e them, dhe e kam thënë gjithmonë, besimtarët tonë kudo që janë të mrekullueshëm, sepse ne në Maqedoni, gjitha institucionet që i kemi, medreset, fakultetin dhe kështu me radhë, i finansojmë nga vetë kontributi dhe imani i besimtarve tonë. Pa asë një ndim nga jashtë ose nga brenda. Për këtë shkak ne
kemi parollën dhe moton në mesin e besimtarëve tanë. Ata meritojnë të jemi në shërbim të tyre, sepse kontributin që e japin, vërtet e japin në nivelin më të lartë. Nuk do të zgjas më tepër, sepse keni edhe njohuri, ne jemi të afërt njëri me tjetrit, komunikojmë, takohemi e kështu me radhë, por sot vërtet kisha nderin të jem dëshmitar i një organizimi të madh për nga esenca dhe për nga qëllimi dhe synimi. Ajo që më la përshtypje dhe më emocionoj ishte ligjerimi i jashtëzakonshëm i të gjithë panelistëve, në veçanti panelistëve që veprojnë dhe jetojnë këtu në Zvicër. Andaj, lejoni ta them atë që unë mendoj, sepse unë merrem ma tepër Islami dhe ardhmëria, me sigurim keni jetu. Islami është ma realitet botëror, është realitet europian. Islami ma e ka faktorizu vlerën islam. Unë mendoj se tashmë Perëndimi dhe Europa kanë ardhur në një situatë që s'kan rrugdalje tjetër, përveç se ta zyrtarizojnë në institucione të ndryshme. Dhe ne atje në Maqedoni e kemi lëndën fetare, tani e kemi dhënë tjetë deri në gjimnas. Dhe ne thirremi për modelin e Kroacisë, Austrisë, Gjermanisë, po pse edhe jo të Zvicrës, ku tashmë Islami nga dalë për mendimin tim, bëhet një normalitet, një vlerë e kësaj shoqërie, një pjesë e kulturave të kësaj shoqërie, dhe se ne ju shohim atje bartës të vërtet, me urtësi dhe mençuri, e prezentoni Islamin këtu në Zvicër dhe Europë. Besoj se ju do të mendoni edhe për strategji më të fuqishme, sepse Evropa kërkon kualitet, kërkon nivel të lartë, Islami kërkon prezantim të fuqishëm në këtë ambient shkencor dhe multikulturor si që është Zvicra. Unë e di se Këshilli organizativ ka fuqi, edhe intelektual, edhe fizike, edhe financiare. Mirë po, këtu ligjerimet e ju edhe organizimi më inspiroj që edhe unë t'jem pjesë për bërse e këtij organizimi. Ne kemi një fond atje për kultivimin e vlerave kulturore dhe shkencore. Andaj, doja pa fije, kompleksi, doja që Këshillit Organizativ KMSZ-s nga ai fond t'i dhuroj një shumë simbolike prej 2.000 eurosh. Ju falenderoj. Faleminderit ndërruar kryetari i Bashkisë Islame. Tani do të kalojmë në një pyetje po ashtu aq e rëndësishme që dëshiroj ta ndërlidh me diskutimin e kryetarit të Bashkisë Islame të Republikës së Maqedonisë së Veriut, Hafiz Shaqir Feton, ndërruar kryetar Bujar Spahio. Mendoni nga kjo që u tha këtu, prezantimi, sidomos shqetësimet të cilat e ngriti zotë Leila Medi Dauti, a kemi nevojë për një model unik të imamëve shqiptar, të cilët veprojnë në kontekstin evropian që dallon nga konteksti autokton shqiptar, dhe ka konkretisht dojnë iniciativë në kuadër të bashkësive islame të vendlinjës për të hartuar një karta imamëve të diasporës, dhe deri ku keni arritur se ka kësi iniciative? Kjo për mua. Për juve. Faleminderit. Një ishte kënaqësi që sot isha këtu në këtë simpozium. Falenderojmë kryetarin me Hasalia. Edhe unë realisht u gëzova shumë me gjitha ato referatat që ne i ndoqëm, qoftë nga zotrit dhe zonja, dhe ata na bën përshtypje shumë. Realisht ajo pyetja që ju ndërtoni me të drejtë, a kemi nevojë për një unifikim të kësaj natyre siç ka qenë shqiptaria përpara? Unë mendoj se
duke ruajtur diversitetin pozitiv, mendoj se është e nevojshme, është e domosdoshme. Këtu ishin edhe ca pyetje tjera që thuhej islami modern, në Shqipëri thonë islami shqiptar modern, islami arab, islami turk, islami shumë tradicional. Kjo ka një përgjigje të vetme. Pse është tani islami shqiptar në Shqipëri ose në shqiptari? Realisht, kur shohim ca video tani që dalin nëpër Facebook, rituali i atyre muslimanëve shqiptar, ku do qofshin në trojet shqiptare, lente shumë, të jepte shumë përshtypje pozitive kur shikoje në kryen e riteve të tyre. Për shembull, edhe ezani kur thritej me një ritëm që afronte njerëzit, jo acaronte njerëzit. Ne kemi shumë ezane që thirren mbase kudo, jo vetëm në shqiptari, që realisht zemrat i shqetëson. Pse? Nuk ka takt ta lexoj atë. Edhe unë kam thënë edhe publikisht që islami shqiptari është thënë për arsye se shqiptarët në praktik kanë qenë shumë të saktë dhe nuk kanë acaruar njerëzit e tjerë. Nuk i kanë alarmuar ata, nuk i kanë shqetësuar, përkundrazi hoxha ku ka kaluar ka thënë respekt më i madh për ato hoxhallar të cilët ecin në rrugë. Apo jo? Pse ndryshoi kjo? Ndryshoi që në Shqipëri ne ishim situata e komunizmit, e dini shumë mirë, Shqipëria ishte bosh në gjitha fushat fetare, jo fetare, ekonomike, politike, tjera me radhë. Dhe erdhi kush erdhi si na erdhi, Zoti ja shpërblev të gjithëve, ta kishim ruajtur në traditën, siç e keni ruajtur ju atje, po edhe ju aq sa e keni ruajtur nuk e di, po e pa shkëputur është e juaja, e jona ishte shkëputur. Edhe unë do isha shumë që ne në xhamit tona, në Zvicër më ka bërë përshtypje, kam qenë edhe përpara. Rritet një lloj, imamët kudo një lloj, është shumë pozitive dhe jemi një vend evropian kur çdo gjë e shef në detaje me lupë. Dhe nuk ka as modern, as shqiptar, as islami është islam. Islami është në natyrshmëri të çdo njeriu. Por mvaret nga ne si musliman, si imamlar, si hoxhallar, këtë lloj natyrshmërie, sa jemi të Zot ta shpjegojmë, ta përcjellim, ta përçojmë tek masat e gjëra. Qofshin edhe ata që nuk janë musliman. Amba se mos bëhemi ne sebeb për largimin e tyre, jemi bërë sebeb. Po mi kjo lloj fature shpirtërore, kujt i shkon? Kjo përgjegjësi shmanget në ahiret? Po mi, pse mos ishim ne super afrues dhe jo largues? A nuk thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam beshiru wala tunfiru? Përgëzimi i pari. Dhe mos i bëni njerëz që t'ju urrejnë ju me veprimet që ju, sidomos veprimet fetare, ritualet fetare. Ritualet fetare të dashur vëllezër janë kështu. Nuk është vetëm ajo aparenca që ne ulemi ngrihemi, është ushqimi jonë shpirtëror. Dhe ajo përkthehet në sjellje, në veprim. Në sjellje, në veprim të drejtë. Sa herë që drejtë Zoti e bën të dashur, nuk është hadith, është i dobët. Ajo që muslimanët shohin një gjë të mirë, edhe tek Zoti është e mirë. Nuk po e marr për hadith. Por realisht kuptimi është shumë i drejtë dhe shumë i saktë. Dua të them me këtë që ne, pikë së pari, dhe sidomos ju këtu në Evropë edhe ne, imamlarët, që mësojnë në xhamia ose në shkolla, një herë duhet me mësuar moralin pse falet namazi, pse shkohet në haxh, pse jepet zakati, moralin e fesë, pra kuptimin pse. Për shembull, si ka mundësi një njeri i cili fal namaz dhe Zot na ruaj pavarësisht ideologjive të ndryshme, Allahu Ekber duke thënë njeri. Kjo është e pamundur me normat islame. Nuk ka sens, është e palogjikshme. Në gjitha kuptimet, në hapësirë dhe në kohë, asnjëherë s'ka ndodhur një gjë e tillë. Dhe s'mund të ndodh. Pse të ndodh? Si ka mundësi? Do të thotë një frym havarigjiste, e cila që imani nuk zbret atje ku duhet me zbritur. Dhe ai thot Allahu Ekber, aty më qaf Kur'anin, më qaf Zotin, më qaf pejgamberin alayhis salatu wassalam, më qaf çdo gjë që është pozitive dhe pastaj njerëzit merren me ne. Prandaj unë ju këshilloj juve dhe neve që të jemi shumë të kujdesshëm në përqimin e vlerave të Islamit. Islami është bukuri marramëndse që nuk ka shterim në të. Është një fuqi e brendshme dhe shpirtërore dhe fizike dhe materiale, dunja dhe ahiret.
E rëndësishme në të gjejmë ekuilibrin e dunjas dhe ahiretit dhe t'ua shpjegojmë njerëzve si duhet këtë islam, sidomos ne xhallat, ku do të qemi në Kosovë, Maqedoni, në Shqipëri, në Zvicër, në diasporë e tjera me radhë. Këta njerëz kanë nevojë për ne mbase. Unë e thash edhe në fjalimin tim, pejgamberi selam kur erdhi Ikrimja që i tha ose të tjerët, mos i kujtoni babajnë atij. Çfarë do të thonë kjo? Kjo është shumë një këshill e artë për ditën e Kiamet. Po mirë, ne sa njerëz ju kemi trazuar zemrat e tyre. Ne irritohemi. Ose ai tjetri shkruan vëllai dashur, pejgamberi ai normalisht gjithë Kurani është dialog. Nëse keni vretur, dialog është Kurani. A nuk është dialogu i Musait alayhis salam me faraonin, pejgamberi selam me mushrikët, ose Ibrahim alayhis salam me Nemrudin, ose Nuh alayhis salam dhe Lut alayhis salam dhe Adem alayhis salam dhe të gjithë pejgamberët që përmenden në Kur'an dhe nuk përmenden, është dialog me popujt jo besimtar, me këshill të mirë. Pse për ndryshe çka kuptimi kishte, po të irritohej me ata, me fryet e tyre, me një vend kur Zoti shpreh për veten e vet, i kanë veshur atij këtë, i kanë veshur atij atë, dhe Zoti ju jep jetë atyre. Shife, Zoti ju jep jetë atyre. Dhe ne çka kemi që nuk i përtypim dot këta njerëz, pse kanë mendime ndryshe, mbase edhe urrëtie, je i Zotit t'ua shuash urrëtien ti? Je i Zotit t'ua heqësh urrëtien ti? Me sjellje dhe me fjalë të buta dhe të mira? Jo. Ku edhe një person të Hazreti Ibrahimi, edhe vetëm se zbani bismillah, erdhi si mysafir. Nuk e pranoi. Sa u largua atje erdhi shpallja, pse nuk e pranove? I tha Zoti, tha o Ibrahim, tha unë ato e ushqej kaq vite. I jap jetë atij kaq vite. Ç'a të ndodhi ty? Pra është rob i Zotit, edhe pse nuk besonte. E ftoi, i tha, ktheu. Kur u ktheu, i bëri përshtypje, si ka mundësi ti më dobove mua tani? Sa më largove mua tani? Tha, unë u qortova nga ana e Zotit tim, i cili më qortoi në këtë mënyrë. Si ka mundësi një Zot i cili është në krah të armikut të tij? Shife, një Zot i cili është në krahun e armikut të tij. O vëllezër, kjo botë është me shumë, ky planet është për të gjithë. E rëndësishme, kush është më i Zoti me bë marketingun, më thonjza, të asaj që përfaqëson, të asaj që beson. Faleminderit. Se edhe unë jam me nxitim një shik për Shumë faleminderit me që kryetari i Partisë Islame Bujar Spahir është me nxitim. E thelbi i pyetjes ishte që të kemi një model për faktin që imamat në diasporë, me theks të veçantë në Zvicër, nuk konceptohen vetëm si shërbyes të shërbimeve fetare në xhami, por si lider të një komuniteti i cili frymëzon brezat të tërë, gjeneratat të ndryshme dhe zvicranës shumë mirë e vlerësojnë. Është në drejtë, mund të vazhdoni zoti kryetar. E një gjë dua të theksoj, e tha njëri nga panelistët tuaj nga Austria më pëlqeu. Po këtë e kam thënë shpesh herë. Realisht muslimanët nuk janë vetëm në xhami. Shumica e muslimanëve janë nëpër shtëpitë e tyre. Dhe mbase neve i kemi ftohur ata. Pse nuk vinë në xhami? Ti ai Zoti më afrua ata, ata janë musliman. I pranojmë parimet themelore të tyre. Ama duke thënë që ishte një ide përpara që kush nuk falet nuk është musliman, që ideologjike ishte shumë gabim. Faleminderit. Deshta ta ndërtoj narrativin thotë që në Zvicër imamat nuk shihen vetëm si shërbyes fetar të peskove të namazit, por si lider të cilët frymëzojnë. E tani për shembull, me që imamat janë të shkolluar në universitete të ndryshme dhe ndërtojnë një background, ndikojnë kulturalisht për faktin që njeriu është produkt i kulturës dhe jo produkt i racës, vinë me interpretime nga më ndryshme dhe ne dëshirojmë që ndërtojmë një kartë me që janë këto liderët fetarë, drejtuesit më të lartë të Bashkive Islame të vendit diasporës, që të mendohet në të armën të punohet në këtë drejtim se çfarë duhet bëjmë për faktin që pozicioni i imamit është shumë i rëndësishëm dhe ka akses sot në Zvicër në institucionet edukative arsimore, në shëndetësi, në përburgje, dhe kjo do të thotë që kjo vlerësohet dhe ne duhet të përfitojmë nga këto situatë. Sidoqoftë, Zoti rryet të shpërblet për përgjigjen tuaj. Një pyetje shkurt edhe për sekretarin gjeneral të Partisë Islame të Republikës Kosovës, Zoti Ahmet Sadriu. Kosova është çuditërisht kohën e fundit me disa lëvizje të cilat po dalin në shesh dhe në skem. Ato kanë trazuar në gjendje dhe emocionit sepse ne prekim edhe këtu në perëndim. Bota është bërë një fshat i vogël, media digjitale kanë bërë të veta, rrjetet sociale. Pyetja e cila shpeshherë është parashtruar, është diskutuar dhe është ngrisë si shqetësim, për shembull, si mund të kontribuojë Bashkia Islame e Republikës së Kosovës që këto dallime të quaj edhe fetare, edhe kombëtare të kontribuojnë në uljen e këtij tensioni ose në zbuqjen e kësaj narrative e cila sepse vetëm duke hesht kuptimin e asaj se mirë është mos u përgjigjni, thotë njerëzit e ndrejnë një frustrim.
ka marrë diçka dhe iniciativë këtë drejtim bashkësia islame? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Në fillim, dua t'ju përgëzoj se ky më shëzë për këtë organizim të këtij simpoziumi këtu shkencor, ku patëm rastin dhe kënaqësinë që të ndëgjojmë kumtesa prej profesorëve, prej kuadrit të ndryshëm këtu nga diaspora dhe nga vendet amë si që është Shqipëria, Kosova dhe Maqedonia, e që besoj se këto organizime, këto takime e kanë nivelin, e kanë atë kërkesën dhe unë e di që edhe në takimet tona që i kemi bisedu ma herët, si me këmë shëzën, kur ishin takim të ne, po dhe me komunitetet tjera, si të Maqedonisë dhe Shqipërisë, që ka nevoj që të bëhet një organizim i tillë, përvoja jonë nga kuadri që ne kemë, që të kontribojmë në këto institucione të quj ma të reja që janë, po që gjithëherë ne e llogarismi si pjesë tonën, pjesë të bashkësive atje, sepse kemë bëjmë me një komunitet i cili bazën, origjinën e ka prej atje. Veç një element deshta ta potencoj, se e di se ka herë kemë një pjesë të vëllezërve tanë cilët kanë migruar në këto pjesë. Dhe gjithëherë ata e kanë llogarit veten sikur gurbetçar. Por mos të harrojmë, është një element shumë me rëndësi se sot e ndëgjova dhe këtu, se kemë bëjmë me gjeneratën e dytë edhe të tretë ashtë. E që nëse gjenerata e parë nuk e ka pa veten si pjesë të këtuhit, gjenerata e dytë ndoshta ma shumë e ka konsideruar, gjenerata e tretë mo absolutisht e konsideron veten pjesë të këtuhit, që do thotë se ju do të punohet shumë ma shumë këtë aspekt. Dhe këtu u potencu elementi kombëtar. Përmen elementi kombëtar dhe këtu kemë bëjmë me gjeneratën e dytë dhe të tretë. Dhe normal se kjo ndërlidhet edhe me atë pyetjen që ma bani në atë efendiu, se mos ne në përmes komunikimeve tona, në për xhami, në për ligjerata, në për tubime, po ndikojmë në asimilimin apo tjetërsimin e popullit tonë. Kemi asi akuza që jo jeni arabe, jo jeni turke, forma të ndryshme, edhe pse përveç namazit që ne e bajmë, që e bajnë gjithë besimtarët e besimit islam në tërë botën, tërë globin, ligjëratat e tona gjithkon janë e gjuhën shqipe. Por sot ka kërkesa radikale që edhe shqyqojmë edhe ritualet tjera t'i bajmë, do thotë edhe në gjuhën tonë shqipe. Ne si bashkësi islame në Kosovë, apo si komunitet në Kosovë islam, kove të funit ju jeni të e përcjell që jem të ballafaqu me një dukuri tashe 2 vjetë, që është një iniciativë si nifet grupi i Deçanit, e cilët, mësa e di unë bukur shumë kanë bazë dhe rënja këtu të ju, që kanë lindë atje. Shumë interesant, ata e kanë emërue grupi Deçanit, analitet vetëm 2 persona në atë grupë kanë qenë të Deçanit. Që do të thotë se është me një prapavi, është me një prapasken, e që ndoshta e keni përcjell ju dhe një non-paper që ka qarkullu e që ka buru prej Kroacisë që ka të bëj me këtë çështje. Por Bashkësia Islame e Kosovës ka bën organizimin e vetë, ka ndikimin e vetë, na kemë bëjmë me një shtresë që absolutisht s'kan të bëjnë me islam, kemë bëjmë me një shtresë që është e një moshës shumë shtyrë, që ata kur s'kan pas të bëjnë me islam, dhe me emra islam,
e cilët me emra islam po pretendojnë se po konvertohen e diçka e ata s'kanë qenë pa fejë. Ka 10 herë po Ne konvertohen. tashtë, më falë, ne do me ta potencuar gjë. Ne si Bashki Islame e Kosovës tashtë dikun ka fundi i këtij muaji nëse s'gaboj, e kem një takim atje në Deçan, që është organizimi i Bashkisë Islame, pikërisht që ka të bëjë edhe me këtë dukuri që është, e që besoj se nuk e ka atë ndikim qysh po japin edhe po i bajnë buj mediat tona, që prap atyre gjithherë qëndron diçka. Unë edhe njëherë ju falenderoj edhe pata kënaqësinë që t'jem këtu. Unë besoj se këto kumtesa që kanë qenë shumë, unë jam shumë i kënaqur. Besoj se këto do të dalin dikon në letër, do të qiten dhe do të hynë edhe në praktik. Po e them edhe këtë, ne si Bashki Islame e Kosovës, gjithherë do t'jem pranë jush, me kuadër, me gjithë, por edhe komunikimi, për ju thamë, edhe komunikimi duhet të jetë me dhe Zotin e shtëpisë. Këtë mos e harroni, me dhe Zotin e shtëpisë, e që është Bashkia Islame e Kosovës, është Bashkia Fetare Islame e Maqedonisë, është komuniteti musliman i Shqipërisë. E jo të vinë të defilojnë njerëz që nuk kanë të bëjnë me institucionin e Bashkisë Islame dhe ata na e kanë bërë këtë dëm që ne sot bisedojshmi. Sepse radikalizmat kanë ardhur pikërisht nëpërmes atyre grupeve të tilla. Edhe një herë faleminderit, ishte kënaqësi. Allah i tryt për përgjigjen. Desha të shtoj këtu një element të rëndësishëm. Në vitin 2017 me nënshkrimin e kartës për njohjen e shtetit civil në Zvicër, nënshkruar nga Unioni i Imamëve Shqiptar të Zvicrës, atë bodë, në thotë dhe Bashkisë Islame Shqiptare, qëndron në thotë një klauzol që gjithë imamat të cilët vinë nga vendlindja në diasport për të ligjëruar duhet certifikohen nga Bashkia Islame vendingjes dhe kështu është zatin, fjalët të cilën ne kemi dhënë para autoriteteve zvicrane, mënyrë që barën dhe përgjegjësinë për ta quaj lustrimin e tyre ta kenë Bashkia Islame sepse nuk i njohin dhe shpesh xhamitë kërkojnë dhe kontaktojnë imam. Dhe është e vërtet ajo që u diskutua gjatë tyre sepse ka pas raste kur imam të cilët ndikuar nga me pikpamje ndryshme ideologjik kanë shkaktuar në thotë edhe trauma. Besomni ka qenë e dhimbshme ajo që ndodhi për shembull rasti i Bellinzona ose rasti i trive shqiptar të cilët kanë ardhur dhe kanë ligjëruar. Ne në Zvicër nuk mund të bëjmë më shumë se sa ajo që mund t'ju flasim njerëzve, por që duan për shembull Bashkitë Islame të kenë mekanizma të cilat do t'i drejtojnë këto. Dëshiroj një pyetje shkurt të Abdulrahim Lezit, do thotë tash përfaqësuesi i Bashkisë Islame Xhamalis, shkurt, do thotë zoti Abdulrahim, shkurt. E di që keni informacione të gatshme, a ka Bashkia Islame e Gjermanisë sektorin e femrave? E keni vendos me bojë inshallah tarman. Po unë kom përgatitur domosdoshmë në informacionet edhe do të flas atë çka më më përket. Kjo pyetje do të ishte më mirë për Ju, a keni informacion, a ka që? Ju s'keni informacion. Hoxha Mensuri me siguri se do të ishte përgjigjur më mirë. Allah i tryt. Unë jam thash se në çush fillim përfaqësuesi i Baden-Württembergut dhe na Baden-Württemberg domon Unioni i Gjermanisë u themeluar në vitin 2007, ku në vitin 2019 janë formuar edhe 2 degët, NRV-ja dhe Baden-Württembergu, unë që nga atëherë jam edhe zëvendëskretar për Baden-Württemberg, kurse para një jave është formuar edhe dega në Bavari dhe në Berlin. Ne kemi disa projekte të cilat i kene botu, në revistën për herë të parë në Ramazan 2025, kemi fillu me botimin e revistës Perspektiva, që janë botuar mbi 5.000 ekzemplar. E kemi edhe sërish në nëntore kemi publikuar edhe aplikacionin Audioliber, i cili është një katalog i librave në audio të lexuara nga aktorë të ndryshëm. Shqiptar, aplikacioni është në gjuhën shqipe, domon me libra shqip, por mendohet që të lexohen edhe në gjuhën gjermane. Aplikacioni është online dhe mund të shkarkohet në Play Store dhe App Store. Domon e kemi, shka është më rëndësi që në vitin 2025 kemi filluar edhe me hapjen e fondit domon fondi për hapjen e xhamive të reja si Union. E kemi planifikuar në 2 faza. Faza fillestare është themelimi i xhamive të reja që në vendet ku nuk ka pas xhami
dhe financimi i TP-u dhe zërimit nga Unioni. Ne si Union i kena të gjitha informacionet për dokumentacion. Sinqerisht për shkak se sallën e duhet ta dorëzojmë, edhe na jallëm fjalën dhe panelistëve këtu, njerëzve që kemi prezencall, shkurt, pyetje të shkurta edhe përgjigje do të marrim të shkurta. Abdurrahim, do t'i marrim informacionet dhe do t'i klasifikojmë inshallah. Zot me mirë kuptim inshallah. Allah i tërrit. Dashur vëllezër dhe nderuar në motra, a keni pyetje për krerët e Bashkimit Islame të Vendlingjës Diasporës? Po i kurseni, atër në fund, para se me lexu rekomandimet dhe shpërnda certifikatat, këtu janë nxjerrë disa konkluzione dhe rekomandime që janë me rëndësi, sepse ne do t'i lexojmë në prani të krerë më të lartë të institucioneve islame të vendis diasporës dhe besoj që do qëndrojnë inshallah pas tyre fjalëve, ideve dhe vizioneve. Më lejoni krej në fund nderuar panelist, sot vërtet na dhuruat jo vetëm mendime dhe përvoje, por vizion për një të ardhme më ndritur për komunitetin tonë. Kontributi juaj është dëshmi se kur udhëheqësit e institucioneve islame bashkohen në dialog, krijohet forcë, frymëzim dhe shpresë. Ju falenderoj me respekt të thellë për gatishmërinë dhe përkushtimin që treguat, dhe ky panel nuk mbillet vetëm se me fjalë, por hapet me përgjegjësi të reja dhe me një zotim të përbashkët, që xhamit dhe bashkitë tona të mbeten gjithmonë shtylla të unitetit, të dijes, të paqes. Paqja qoftë mbi ju dhe mbi gjithë ata që punojnë për të mirën e komunitetit tonë. Zoti ju ruajt, i falenderoj. Tani do të lexojmë rekomandimet dhe konkluzionet. Konkluzione dhe rekomandime të simpoziumit. Sot patëm nderin të ndëgjojmë 15 kombëtesa që trajtuan temën xhamisht shqiptar në Mërgat në shërbim të kombit, fesë dhe integrimin nga perspektiva të ndryshme. Po ashtu patëm rastin të dëgjojmë edhe krerët më të lartë të institucioneve islame të Vendlingjës dhe diasporës, ambasador shqiptar të akredituar në Zvicër, profesor universitar akademik, studiues, sociolog, teolog e teologës dhe profesues të shoqërisë civile. Ka ky diskutim ndolëm disa konkluzione dhe prishmëri të rëndësishme. Ndërtimi një narrative autonome që do të reflektojë realitetin e vërtet të komunitetit musliman shqiptar në Mërgat, kontributin shoqëror dhe vlerat etike që udhëheqin atë. Roli i xhamive shqiptar në Mërgat është shumë dimensional, ato janë hapësirat e besimit, të identitetit kombëtar dhe të integrimit shoqëror, dhe si tilla duhet të vazhdojnë më tej. Angazhimi i femrës muslimane në institucionet fetare të komunitetit musliman shqiptar në Mërgat në pozitë vendimmarrëse dhe interpretuese të fesë është i pashmangshëm, në mënyrë që të reflektojë lidhjen e saj organike me institucionet e tij. Një ndër sfidat e xhamive shqiptare padyshim mbetet ruajtja e gjuhës shqipe dhe identitetit kombëtar, tërbrezat e rinj duke lidhur këtë me edukimin fetar dhe kulturor. Mbështetja e shkollës shqipe në Mërgat në mënyrë institucionale nga bashkitë islame, respektivisht nga xhamit e Mërgatës. Vizioni për të ardhmen, xhamit duhet të shndrohen në promotore të mirëfillta të vlerave shpirtërore, intelektuale dhe njerëzore. Dialogu ndërfetar në vendet europiane është një domosdoshmëri, ku xhamitë shqiptare mund të japin shembullin e bashkëjetesës dhe tolerancës autentike shqiptare. Integrimi i komunitetit duhet të shkojë paralel me dinamikën e jetës në kontekstet kohore dhe hapësinore, duke parë xhamin si një urlidhse mes traditës dhe shoqërisë moderne. Bashkëpunimi midis diasporës dhe Vendlingjës është thelbësor për ndërtuar strategji të përbashkëta me qëllim të forcimit të Mërgatës. Artimi i strategjive të përbashkëta brenda institucionale për formimin e kuadrove të reja që do të pasqyronin realitetin bashkëkohor, duke përfshirë ndër të tjera edhe edukimin për qytetari aktive dhe dialog ndërfetar dhe ndërkulturor. Përfundimisht, ky simpozium na tregoi se kur bashkohen mendjet e dietarëve, udhëheqësve dhe përfaqësuesit të komunitetit, krijohet një vizion i përbashkët për të ardhmen. Le të tregojmë sot me bindjen se xhamitë shqiptare në Mërgat do të mbeten gjithmonë shtylla të kombit, të fesë, të integrimit, duke shërbyer brezave të stostom dhe atyre të cilët do të vinë pas nesh. Zoti ju ruaj, falendershëm. Unë sot vërtet pata kënaqësi të veçantë që me ftesë të komunitetit musliman shqiptar të Zvicrës të marrë pjesë në këtë simpozium të organizuar nga KMSHZ-ja. Ardha ime dhe prezencia ime së pari ishte që në emër të Bashkisë Fetare Islame dhe në emrin tim që u shprehim për krahjen tonë
të paluhatshme në veprimtarinë e tyre, në veçanti në organizimin e këtij simpoziumi. Unë sot në fjalimin tim thash se për shqiptarët dhe muslimanët në Zvicër dhe Europë, ky simpozium është një ngjarje e madhe që dëshmon në ngritjen e nivelit të organizimit të xhamive tona në krye me komunitetin musliman shqiptar të Zvicrës. Ajo që më la për shtypje edhe shpirtërore edhe intelektuale ishte metodologjia dhe mënyra e organizimit, si dhe pjesëmarrja, si dhe referimet e të gjithë panelistëve, të cilët vërtet në mënyra të lloj-llojshme arritën të dëshmojnë dijen e madhe që kanë mbi islamin në Europë, qëllimet e veprimtarisë tyre, pastaj ardhmëria e islamit në Europë, mënyra e prezantimit të islamit këtu në Europë, e në veçanti kujdesi dhe përgjegjësia e madhe që në këtë shoqëri demokratike, në këtë ambient demokratik të Europës, në veçanti në Zvicër, se si duhet të prezantohet islami dhe si të mbrohet jo vetëm çështja fetare, por në veçanti se si të kultivohet dhe të prezantohet edhe mbrojtja e vlerave kombëtare shqiptare në përgjithësi. Andaj unë edhe një herë shprehi urimet më të sinqerta këtij organizimi dhe në të njëjtën kohë urroj që gjitha këto mendime dhe konkluza që do të dalin nga ky simpozium të arrihen të realizohen dhe të japin vrull dhe nxitje për një organizim edhe më të mirë dhe më të suksesshëm në shërbim të popullit tonë, në shërbim të shqiptarëve, në shërbim të muslimanëve, e pse jo edhe në shërbim të shoqërisë ku ata jetojnë dhe veprojnë. Falenderojmë KMSH-n me gjithë bashkëpunëtorët e tij në organizimin e këtij simpoziumi shumë pozitiv në lidhje me rolin e xhamisë shqiptare në Zvicër, për kontributin e tyre paqësor dhe rrënjësor, qoftë për të ruajtur vlerat e tyre fetare, kombëtare dhe për të integruar në shoqërinë e Zvicrës. Faleminderit. Assalamu alaikum. Qom Rashad Bishi. Isha pjesëmarrës në këtë simpozium shkencor të organizuar nga Komiteti Shqiptar në Zvicër. Janë komplimente të mëdha, të cilat mund të themi komplimente të gjithë kuptimin e fjalës. Vërtet si paneli i ligjëruesve, po ashtu edhe organizatorët, edhe mosafirët të cilët kanë qenë në nivele të lartë. Këtu do të thotë më me dhënë një mendim pozitiv për të gjithë neve që jemi shqiptarë në diasporë, se vërtet shqiptarët në diasporë kanë një kuadër të lartë të përgatitjeve profesionale, me hoxhallar eminent, të cilët kanë një bagazh të lartë të aktiviteteve edhe të përgatitjeve shkencore dhe akademike. Dhe kjo është një iniciativë e parë e nismës për gjithë unionet të cilët janë në diasporë. Pra, na superuan Komiteti Musliman Shqiptar në Zvicër me këtë aktivitet të parë. Shpresojmë se edhe ne në Itali do të organizojmë një simpozium të tillë, sepse ja vlen, sepse koha e kërkon, edhe vendi kërkon, dhe situata dhe momente kërkon që ne të zgjohemi si shqiptarë dhe si muslimanë dhe të integrojmë kulturimin e plot. Edhe një faleminderit shumë për ftesën, u takoshim në takime të mëdha tjera inshallah. Faleminderit shumë. Pata kënaqësinë që sot në emër të Bashkisë Islame të Kosovës jemi prezent në këtë konferencë, e cila është shumë e qelluar dhe patëm rastin që ndëgjojmë kumtesa të ndryshme nga panelistë, nga gjitha trojet tona shqiptare, po dhe këtu nga diaspora, ku trajtojnë tema të një rëndësie të veçantë. Unë shpresoj se këto kumtesa të cilat sot na u paraqiten ne, këto të budhen në letër dhe këto të marrin edhe të ekzekutohen apo të hynë në veprimtari. Kishte ide të ndryshme të mira,
Unë e thash edhe në emër të Bashkisë Islame të Kosovës që ne jemi të gatshëm që të japim kontributin tonë këtu, por gjithherë me kërkesë nga baza që të vinë dhe të na drejtohen ne, në kërkesë atyre kështu që ta japim edhe ne përvojën tonë, kontributin tonë, me kuadrin tonë, me literaturën tonë, me gjitha mundësitë që ne i kemi. Kështu që në emër të Bashkisë Islame po ju përgëzoj edhe një herë për një organizim të tillë dhe inshallah shifemi në takimet të tjera të natyrës së ndryshme në dobi të komunitetit këtu në diasporë. Fillimisht falenderoj komunitetin shqiptar musliman në Zvicër për këtë përftesën që na ka bërë dhe gjithashtu uroj për iniciativën që kanë marrë. Me të vërtet ishte një simpozium, një konferencë shkencore shumë e dobishme, shumë informative, me realitetin me cilin natyrisht ballafaqohemi ne në diasporë dhe natyrisht shumë e vlefshëm për aspektin fetar dhe kombëtar, apo të themi ndërlidhjen e dy këtyre elementeve të cilat janë baza të patjetërsueshme për ne. Dhe ne shpresojmë që nga rekomandimet që dolen nga ky simpozium që të mundohemi të zbatojmë në jetën praktike për të realizuar qëllimet tona në të ardhmen. Faleminderit edhe një herë për ftesën. Allah ju shpërblet. Sot patëm mundësi që të organizojmë një simpozium shkencor në kuadër të festave të nëntorit, 22 nëntori, ditës alfabetit shqip edhe 28 nëntorit, ditës së flamurit. Ky aktivitet organizohet nga komuniteti musliman shqiptar në Zvicër, me qëllim që të nxjerrim në pah vlerat tona si komunitet musliman shqiptar që jemi këtu, që veprojmë me të gjitha xhamit tona shqiptare. Nuk ka dyshim se xhamit shqiptare në Zvicër janë një vlerë e pa kontestueshme kombëtare, ku ushqehet dashuria për atë dheun, për kombin dhe ruhen këto vlera. Prandaj ato janë sot qendra të jetës islame, por edhe shqiptare. Qëllimi i këtij organizimi ishte që të bashkohemi të gjithë si shqiptar, nga të gjitha trevat tona shqiptare, por edhe nga mërgata, dhe të japëm mesazhin dhe apelin ton për atë se ne e kemi borxh, e kemi obligim fetar që përveç se të ruajmë besimin, vlerat e besimit, të ruajmë edhe vlerat tona shumë të çmueshme kombëtare. Gjuha shqipe, identiteti kombëtar edhe tradita jonë islamo-shqiptare janë gjëra të cilat na identifikojnë edhe që na bëjnë të punojmë edhe më tepër për t'i ruajtur këto. Të flasëm vetë për vetveten dhe ky ishte qëllimi. Jo vetëm të tjerët të flasën për ne, por ne të flasëm për vetveten ose me të tjerët për vetveten. Zoti inshallah i bekoft xhamit tona shqiptare, i bekoft të gjithë xhamatet tona të cilat kanë kontribuar si për xhamit këtu në Zvicër, ashtu edhe për në vendlindje. you.